Stand-up comedy. Stand-up comedy. Stand-up comedy. Stand-up comedy. Stand-up comedy. Balqa, po ta merë menja, keq të tarë po thënë qeveria ju ka hip skija. Qa po thu të jashtë? O, Bali, zdia ju kanë hyp, as që kanë hyp skijave. Veç në sen po thot Bali që ty be kjo qeveri, keq karshi. A jem bashkë me Delin, unë këtu, Deli këndej. Munë me janis? Po, filla. Okej. Mirë mbrëma të dashur, sot jemi në stand-up comedy dhe do të fillojmë ciklin moment për koment. 2 viteve të fundit në Kosovë me të madhe është folur a ka apo nuk ka zarf. Ka të dashur, ka zarfa dhe të shohim me radhë në zarfin të cilën Kris Deli e kishte para politikanëve kosovar, ishte pikrisht një kësi zarf. Kurse pyetja është çka ka pas brenda në zarf. Brenda në zarf është edhe një zarf. Po edhe në këtë zarf çka ka pas? Ka pas edhe një zarf tjetër. Pra, kjo është tregimi i zarfeve dhe i Kris Delit. Kurse është çudi se pas që në zarf ka qenë e caktuar kush do të jetë president, respektivisht presidenti i Kosovës, zarfi përban edhe shumë sekrete tjera, të cilat dal nga dal do t'u ja hapim. Kris Deli, pas që vendosi për presidentin e Kosovës, ka vendosur edhe për të ardhmen e Kosovës. E në zarfet e Kris Delit është ajo se kur mundën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pse jo edhe Kosova të ketë shtete në shtetet e veta. Kris Deli ka dhënë zarfin për PDK-n, ku Partia Demokratike e Kosovës do të shndrohet në Partinë e Drenicakëve të Kosovës, kurse LDK do të shndrohet në LDK, Llapjan Demokratik të Kosovës, dhe të jetë përfaqësuar edhe Dugaxhini, pikrisht në zarf doli emri i Atifete Jahjagës. Pastaj Kris Deli në zarfa dha. Kur mundën Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i kenë 52 shtete, pse jo edhe Kosova t'i ketë 3 shtete. Shtetin e Llapit, shtetin e Drenicës dhe shtetin e Dugaxhinit. 3 shtete do t'i kenë nga 3 keka. Para mendoni këta. Të prodhon rrym nga 8 orë se cili kek dhe 8 e gjithë Kosova do të ketë rrym 24 orë. Pastaj këto 3 shtetet e Kosovës shumë shpejt do të mund të kenë 3 njohje. Para mendoni edhe atëherë do të kemi shumë ma lehtë sa ministri, sa kryeministri, sa ministris dhe do të ketë Drenica me kryeministër, Llapi me kryeministër, Dugaxhini me kryeministër, do të ndrojnë, para mendoni sa mirë do të jetë ambasadorët e Skenderajit në Podojev, në Deçan, dhe do të mund të punësojnë shumë antar familjeve, do të bëhen projekte të mëdha, do të jenë 3 autostrada, do të jenë 3 posta, kështu që do të ketë zhvillim të hovshëm, të gjimbarshëm në mbar Kosovën. Pra në stand-up comedy i dham momentin me koment, pra komentin në moment pyetjes a ka apo s'ka, a ka pasur apo nuk ka pasur zarfa, shpresoj që i erdhi fundi zarfa. Po, këta ishin pra ta zarfa dhe të ardhmja do t'rregoj se çfarë kishte në zarfa.